hoxhës të madh Ibn al-Qayyimit rahimahullah, i cili në raport me këto 3 ditët më të mëdha në jetën e njeriut, thot Ibn al-Qayyimi, Allahu mëshiroft, thot njeriu i ka 3 banesa: banesën në dunja, banesën në berzah, në varr, jeta varrezave, edhe banesën në ahiret. Më ka bo shumë e zgatë këtë pak muhabetin e ti, po unë vetëm qëtu po ndalna. Më ka bo shumë ky frymëzim dhe ky përshkrim Ibn al-Qayyimit me mendu. Dhe po besoj që edhe ju keni bashkë me mendu, edhe kur delni pej gjimos, edhe sot s'kam ju hek kjo mendje. 3 banesa i ki. Një e ki në dynja, ndashtuj 3 shtëpia, s'ka gajle. Kjo nuk e fjale Kur'anit e pejgamberit që s'mundë me ndru. Ndashtuj 3 kulla, ndashtuj 3 kështjela, qysh dush. Një e ki në dunja, një e ki në berzakh, në vareza, një në ahiret. Kur ky popull nuk ka pas shtëpi më të bukra, e ma luksoze, e ma moderne se sa sot që Allahu na i ka mundsu, ja Rabbi, alhamdulillah. Kur ky popull, staku, nuk po flas me këtë gjuhë absolute, po tërhekna, s'po them kur, po staku që 100 vite, ky popull, historinë tonë, nuk ka pas shtëpi më të bukra, më luksoze, më moderne, më konforme se sa që i kemi sot, alhamdulillah. Sot njerëzit me halal, me mundin e tyre, me djersën e tyre, Allahu ja mundson me ndërtu shtëpinë e tij në dunja, qerek milioni, gjys milioni, 1 milion, 1 milion e gjys, alhamdulillah. Rregull kjo, nuk po i përmendi këto me i nënçmu ose në kuptimin negativ, këto nuk janë haram. Por shtëpit edhe villat edhe banesat në dunja i kemi të përkohshme. Me dojnë prej xhamisë, që nash kur e krymë gjumon, me obo se cilit prej juve vetëm një pyetje. Ti, baba jëtë dhe babgjyshi dhe baba i babgjyshit, a keni lindju të 4-tit në të njëjtin troll? 95% prej juve përgjigjen ka jo. E kuptove cila pyetja? Se cilit prej juve ja bojnë pyetjen. Ti, baba jëtë, babgjyshi dhe baba i babgjyshit, ju të 4-tit, a keni lind në të njëjtin shtëpi? A keni lind në njëjtin troll? A ti ki lind në Karagach, baba në Kapeshnic, babgjyshi në Qyshk, e baba i babgjyshit në Rugov? 98% kemi lind në për lokacionet të ndryshme. A dim se e përmenda këto? Se qatë shpinë që ti edhe në pëndreqim qerek milioni, mas 30 vjetëve, 50, 70, 100 vjetëve, nuk e dim kush e trashigon. Na i ka djegë shkau këtë shpijat para 50 vjetëve, para 30 vjetëve, apo? Në rregull është kjo. Nuk o tema shpijave. Edhe njerë mos më keq kuptoni, ata që me halal dhe me mundësi, pejgamberi alajhi salam ka thonë 4 sende në dunja e bën njeriu të lumtur. Shtëpia mirë, gruaja mirë, kafsha mirë, tashokeri mirë, edhe kujshia i mirë. Kur ki këto të 4-tat je i lumtur. Shtëpia mirë, të vinë musafirët, nuk bësh të lashe, ki ku me shti, ki ka vend, i nderon, i respekton. Gruaja mirë s'bën të lashe, kafsha mirë, keri, të vinë biznes poshtë nalt, edhe kujshia i mirë. Këto janë elementet e lumturisë. Por unë dua të dal në një sferë tjetër. Banesa e berzahut, shtëpia në varr. Parimisht 100 vjet mundi me mendejnë këtë dynja. Rrallë dikush jeton ma shumë se 100 vjet. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, ymri i ummetit të më 60-70. Njerëzit jetojnë 60-70 vjet, dikush pak, dikush ma shumë, dikush mesatarja. Sa vjet jetojnë njerëzit në varreza? Qështu, që s'po shkojnë ma larkë, që në qëtë perimetër, qështu, që si delin gjatë edhe në majtë, tu kena varreza që janë minimum 350 vitet vjetra. Që 350 vjet, para 350 viteve ja ka ndërzu Allah të shpirtin. Që, nëse shkojmë 2 rrugë këtona, të teftedari, të varët e Kakariqit, xhamia, i kemi 500 vet njerëzit, para 500 viteve janë varros në bërë xhamisë. Do dikush që 500 vjet e pas ka një banesë në varr. Po çfarë banese ka? Tash kjo është një botë që nuk e kuptojmë na. Por që qerek milionin që ule dhe ti peshtim për shtëpi për banesë. E po e blejmë klimën, inverte, mobilete, e kom bo një banjo, e kom marrë keramikën për Ispanjes, 2026, në rregull, inshallah 2036 e merë. Ma shkon kjo. Është ajo keramika në berzah për mu për ty. Në
varr. Pejgamberi alayhis salam tha shtëpia në Barzakh në Vareza, tha varri ose është bashkë e xhennetit, ose Allah na ruaj është grupi i grupave të xhenemit. Varret a do shkojnë ndreqin vorin, mashallah, e kanë boje bukure, po i qesin lula, po i qesin ndreqime. Allah shpërblet të rregulla. Ma mrenda aty me pas lula, mrenda vori me pas bashkë të xhenetit. Se jashtë e bon bashkën që shdush, mrenda nuk bëhet bashkë me lekë të dunjas. Bashkë të xhenetit në varr mrenda bëhet me namaz, me sejdë, me avdes, me Kur'an, me agjerim, me respekt ndaj nanës dhe babes, me halal, etj.